Në vitin 1962, 3 të burgosur u zhdukën nga burgu më i sigurt në Amerikë, Alcatraz. A arritën lirinë, apo ujërat e ftohta të gjirit të San Franciscos u bën varri i tyre? Sonte, ne i gërmojmë thellë në një nga misteret më të mëdha të pasgjidhura të historisë për të zbuluar të vërtetën. Imagjinoni të jeni të mbyllur brenda burgut më famkeq në botë, një vend i projektuar për të qenë i pathyeshëm, i rrethuar nga ujëra të ftohta dhe rryma vdekjeprurse. Megjithatë, në vitin 1962, 3 burra realizuan të pamundurën dhe u zhdukën në natë. Pyetja që ende i mundon hetuesit dhe historianët një lloj: a mbijetuan ata për të shijuar lirinë, apo Alcatraz u amori jetën përgjithmonë? Në mes gjirit të San Franciscos, i rrethuar nga ujëra të ftohta, rryma të mprehta dhe mjegull e frikshme që vjen si një perde misteri, qëndron një ishull i vogël shkëmbor që ka fascinuar botën për breza. I njohur si Alcatraz, ky ishull i vogël mban një reputacion që është më i madh se jeta. Për dekada, ai u quajt burgu i paikalueshëm, një fortesë gëndur në gur, e forcuar me çelik dhe mbështjell me frikë. Ata që u dërguan këtu nuk ishin thjesht kriminal të zakonshëm. Ata ishin ata që kishin shtypur kufijtë e sistemit amerikan të drejtësisë, burra shumë të rrezikshëm, shumë të zgjuar ose shumë të dhunshëm për t'u mbajtur diku tjetër. Shkëmbi, siç quhej me tonë shënuese, ishte përgjigjja e qeverisë ndaj një pyetjeje të shqetësueshme. Çfarë bëni me burrat që refuzonin të mbylleshin? Vetë vendodhja e Alcatrazit ishte pjesë e mbrojtjes së tij. Ndryshe nga burgjet në tokë, ky nuk kishte nevojë për mure të larta të mbuluara me tel me gjemba për t'i mbajtur të burgosurit. Vetë deti ishte roja. Ujërat të ftohta, shpesh duke rënë në temperatura rrezikuese të ulta, trazoshin me batica vdekjeprurse dhe rryma të paparashikueshme. Peshkatarët vendas thoshin se nëse peshkaqenët nuk të zinin, uji do të merrte. Për rojet dhe zyrtarët, Alcatrazi ishte më shumë se vetëm një burg, ishte një armik psikologjike. Një vend i projektuar për të hequr çdo iluzion arratisjeje. Burrat që mbritën këtu zbritën nga tragedi me pranga në dorë dhe dëshpërim në sytë e tyre, duke ditur se ishin dorëzuar në një vend që nuk falte gabimet. Por ajo që i dha Alcatrazit statusin e tij legjend ishte aura e frikës e kultivuar me kujdes nga historitë që e rrethonin. Ish të burgosurit flisnin për izolimin shtypur, të ftohtën ngujuese që depërtonte në trupin tuaj natën dhe ndjenjen se koha vetë ngadalsohej në ishull. Rojet mbanin kontroll të rrept, me numërime të vazhdueshme, kontrolle qelizash dhe rregulla të projektuara për të thyer shpirtin. Të burgosurit e përshkruanin heshtien si të padurueshme, e ndërprer vetëm nga tingujt e largët të gjëzimit që vinte nga qyteti për te i gjirit. Një kujtim i mizor i një jete përgjithmonë jashtëmundjes. Alcatrazi ishte një botë më vetë, mjaft afër që të burgosurit të shihnin lirinë, por shumë larg për ta prekur ndonjëherë. Disa nga kriminalët më famkeq në historinë amerikane kaluan nëpër këto gryna qeliku. Capone, mafiozi i pamëshirshëm i Chicagos, kaloi vite këtu, i zhleshur nga fuqia dhe ndikimi i tij. George Machine Gun Kelly, gangsteri që e hona emrit të tij terrorizonte qytetet, u mbyll në një qeli si çdo man tjetër. Alvin Creepy Karpas, i fundit i armiqve publik të epokës së depresionit, e gjeti veten këtu gjithashtu. Emri i tij vetëm një tjetër në një listë të gjatë burrave të thyer që kishin menduar dikur se ishin të paprekshëm. Shkëmbit famën e tij. Nëse këta burrat fuqishëm dhe dëgjuar nuk mund të arratiseshin, atëherë kush mund? Arkitektura e Alcatrazit pasqyronte qëllimin e tij. Rreshta qelizash të ngushta dhe të ftohta qëndronin krah për krah, secila me zi mjaft e madhe për një burr të shtrinte krahët. Hekurat metalik dhe dyert qeliku kumbnin me zhurmën e pranguve, dhe korridoret kishin nofka shtëruese si Broadway dhe Times Square, si duke tallur jetën e lulëzuar që të burgosurit nuk do ta përjetonin kurrë më. Edhe rekreacioni ishte një twist i mizor i fatit. Nga obori i burgut, burrat mund të shihnin horizontin shkëlqyes të San Franciscos. Ata mund të dëgjonin boritë e anijeve, thirrjet e pulbardhave, zhurmën e jetës që vazhdonte pikërisht jashtë kufive të tyre. Ai pamje,
Kaq afër, por pamundësisht larg, ishte një ndër ndëshkimet më të rënda që mund ta jepte ishulli. Çdo detaj i Alcatrazit kishte për qëllim të thërmonte rezistencën njerëzore. Dritat kurrë nuk errësoheshin plotësisht në bloqet e qelizave. Rojet mbanin vëzhgim nga kullat e shumëfishta dhe varka patrull rrethuese lëviznin ujërat ditë e natë. Të tentosh aratisjen nuk ishte vetëm e rrezikshme, ishte vetvrasje. Burrat që guxonin të provonim pothuaj gjithmonë vriteshin në proces. Me kalimin e viteve, shumë kishin ndruar lirin dhe disa edhe kishin provuar, por rekordi zyrtar këmbgulte se askush nuk kishte pasur sukses kurrë. Autoritetet e burgut pretendonin se çdo i aratisur ishte ose kapur ose i mbytur në ujëra. Trupat e tyre tërhequr nga batica dhe kurrë të mbledhur. Veti ishulli dukej se u përshpriste të burgosurve të tij të njëjtin mesazh. Aratisja është e pamundur. Dhe megjithatë, historia njerëzore ka treguar gjithmonë se sa më e pamundur duket diçka, aq më i vendosur bëhet njeriu për ta sfiduar. Alcatraz ishte projektuar për të mbajtur burrat më të pathyeshëm, por në të vërtetë, ai u bë skena e përkryer për një akt guximi. Brenda mureve të tij, disa të burgosur filluan të shihnin çarje në fortesë, jo në gur ose çelik, por në bindjen se nuk mund të mposhtet. Legjenda e Alcatrazit si një fortesë e pathyeshme ishte gati të testohej, dhe bota shpejt do të pyeste nëse shkëmbi ishte vërtet i pathyeshëm, apo thjesht një kafaz tjetër, duke pritur njerëzit e duhur për ta mposhtur me zgjuarsinë e tyre. Brenda botës së ftohtë dhe të disiplinuar të Alcatrazit, jo çdo i burgosur ishte thyer. Disa refuzuan t'i dorëzoheshin pesimizmit të shkëmbit. Ndër burrat e panumërt që kishin ecur nëpër hollet e ngushta, 3 dallohen. Jo sepse ishin më të dhunshëm ose më të famshëm, por sepse mbartin brenda vetes një përzierje të pazakont, inteligjencë, durimi dhe vendosmërie. Këta burra ishin Frank Morris dhe vëllezrit John dhe Clarence England. Bashk, ata do të gëdhenin emrat e tyre në histori, me një nga arratisjet më guximtare të burgut që bota ka njohur ndonjëherë. Frank Morris ishte ndryshe nga shumica e burgosurve që i gjetën veten në Alcatraz. I lindur në varfëri, i braktisur si fëmijë dhe rritur në familje kujdestre, ai mësoi herët se mbijetesa nënkuptonte mbështetjen në zgjuarsinë e tij. Fëmijëria e tij ishte një derë rrotulluese e shkollave reformative dhe qendrave të ndalimit të mitorëve, secila duke dështuar ta mbajë. Kur arriti moshën e pjekurisë, Frank ndërtoi reputacionin e një burri me inteligjencë dhe zgjuarsi të jashtëzakonshme. Ai shënoi në 2% të sipërme të popullsisë së përgjithshme në testet IQ, një detaj që dallohej në rekordet e burgut. Për autoritetet, kjo inteligjencë e bënte të rrezikshme. Për veten e tij, nënkuptonte mundësi. Frank nuk ishte një burr që thjesht pranonte ndalimin. Ai studionte mjedisin e tij, duke kërkuar dobësi, duke analizuar rutina, gjithmonë duke menduar një hap përpara. Vëllezrit England, John dhe Clarence ndanin një histori të ndryshme, por një lloj të shënuar nga mvuajtja dhe mbijetesa. Ata lindën në një familje të varfër punëtorësh ferme të Floridës, lloji i rritjes, ku fëmijët mësonin rezistencën para se të mësonin të lexonin. Vëllezrit u rritën të pandashëm, gjithmonë duke kujdesur njëri për tjetrin, gjithmonë duke menduar si ekip. Kur familja e tyre u zhvendos në Gjeorgji dhe më vonë në Michigan, ata mbartnin me vete jo vetëm lidhjet e vllazërisë, por edhe një reputacion në rritje për probleme. Krimet e tyre rrallë ishin të dhunshme, ishin të aftë në vjedhje, veçanërisht grabitje bankash, shpesh duke hyrë natën, duke anashkaluar alarmat dhe duke rrëshqitur pa konflikt. Duart e tyre ishin të qëndrueshme, mendjet e shpejta, dhe bashk u bën ekspert në llojin e vjedhjes së qetë dhe të llogaritur, që mbështetej në saktësi dhe jo kaos. Por burgu kishte qenë tashmë një derë rrotulluese edhe për ta. Të dy vëllezrit kaluan vite duke hyrë e dalë nga burgjet në përvend, duke provuar vazhdimisht kufit, duke arratisur vazhdimisht, derisa së fundi këmbgulja e tyre i çoi në Alcatraz. Autoritetet besonin se shkëmbi do të kishte sukses aty ku burgjet e tjera kishin dështuar. Ajo që nënvlerësuan ishte fuqia e besnikërisë dhe ëndra e përbashkët e lirisë midis dy vëllezërve që nuk e lanë kurrë njëri tjetrin më njanë. Kur Frank Morris u ndesh me vëllezrit England brenda Alcatrazit, ndodhi një rreshtim i rrallë.
3 burra me aftësi plotësuese, 3 burra të forcuar nga një jetë e tërë ngaritjesh, 3 burra të gatshëm të pranonin fjalen e pamundur. Frank solli trurin, planifikimin e mprehtë dhe aftësinë për të studiuar sistemet me një sy thuajse klinik. Vëllezrit England sollën zejtarin, durimin dhe punën ekipore të rafinuar nga fëmijëria. Ajo që i lidhte ishte besimi i përbashkët se asnjë kafaz nuk ishte vërtet i pathyeshëm. Në Alcatraz, mbijetesa shpesh nënkuptonte mbajtjen e kokës ulur, ndjekjen e urdhrave dhe pritjen e dënimit. Por Frank dhe Englins nuk ishin burra të ndërtuar për të pritur. Ata studiuan me kujdes mjedisin e tyre, duke kushtuar vëmendje detajeve të vogla që të tjerët injoronin. Ata vëzhguan ndërrimet e rojve, dëgjuan singujt e burgut, memorizuan kohën e lëvizjeve dhe ndan biseda të qeta në obor, ku planet filluan të merrnin formë. Ata nuk ishin ëndrimtar të pamatur, por planifikues të disiplinuar. Çdo burr i vetëdijshëm se një gabim i vetëm mund të nënkuptonte vdekje në gjij ose një plumb nga kulla. Megjithatë, pavarësisht rreziqeve të larta, ata dukeshin pothuajse të destinuar të takoheshin. Frank kishte një histori arratisjesh nga burgu, rrëshqitur nga institucionet që konsideroheshin të sigurta. Besimi i tij vinte jo nga arroganca, por nga përvoja. Ai dinte si të shfrytëzonte çarjet në sistem, si të përdorte durimin si armë, si të priste momentin e duhur. Vëllezrit England, nga ana tjetër, mbartnin me vete jo vetëm aftësinë, por besnikërinë ndaj njëri tjetrit. Kishin një rregull të pashprehur. Asnjëri nuk do tentonte diçka patjetrin. Ishte kjo lidhje e pathyeshme që u jepte forcë, një unitet qëllimi që i bënte më shumë se thjesht të pringuar. Ata ishin partner në sfidë. Rojet e burgut mosht i shihnin ata thjesht si një grup tjetër fytyrash në rreshtat e pafundme të kriminelve, por nën sipërfaqe, diçka po zihej. 3 burrat ishin duke ndërtuar besim në heshtje, duke shkëmbyer ide dhe ëndrruar një natë kur ata nuk do t'ishin më vetëm emra në një regjistër, por arratisur duke rishkruar historinë. Të pringuarit e tjerë mund të kishin plane të prishura, por Frank dhe Englands kishin një plan të përbashkët. Kishin luajtur me fantazi për t'u liruar, por shumica dorëzohej shpejt kur përballej me realitetin brutal të shkëmbit. Frank Morris dhe vëllezrit England ishin ndryshe. Ata nuk i shihnin muret dhe ujin si bariera. Ata i shihnin si sfida për t'i kapërcyer. Ishte një kombinim i guximit, inteligjencës dhe rezistencës që i veçonte. Mendja e mprehtë dhe aftësia e Frankut për të zgjidhur problemet në presion, vendosmëria e qëndrueshme dhe aftësia mekanike e John dhe Clarenceit, dhe refuzimi i tyre i përbashkët për të pranuar një dënim të përjetshëm brenda ishullit, i bënte të rrezikshëm bashk. Ky trio i papritur shpejt do të fillonte të kthente të pamundurën në realitet, duke testuar çdo supozim rreth burgut, që ishte projektuar të thyente burrat dhe t'i mbante kundër vullnetit të tyre përgjithmonë. Plani për t'u arratisur nga Alcatraz nuk filloi me një shpërthim të papritur. Lindi nga net të gjata dhe qëteta në qeli. Lloji i netve kur heshtja rëndonte aq shumë sa mendja e një burri, mund ose të shembej, ose të mprehej deri në një buzë të rrezikshme. Për Frank Morris dhe për John dhe Clarence England, heshtja u bë një mundësi. Ata dinin se nëse do ta sfidonin ndonjëherë reputacionin e ishullit si i pamundur për arratisje, nuk mund të përballonin asnjë lëvizje të pamatur. Çdo detaj duhej llogaritur, çdo rrezik peshuar, çdo hap i provuar në mendjet e tyre, derisa të bëhej natyrë dytë. Kjo nuk do të ishte një akt dëshpërimi, por një akt durimi, disipline dhe gjenialiteti. Qelitë e tyre nuk ishin kafaze në kuptimin tradicional. Për shumicën e të burgosurve, ato ishin kuti të vogla betoni, të patundshme dhe absolute. Por Frank pa diçka tjetër. Ai vuri re se pas ventilatorëve të ajrit në pjesën e pasme të qelizave, kishte një korridor shërbimi, një kalim i ngushtë që lidhej me pjesë tjera të burgut. Çimentoja rreth këtyre ventilatorëve ishte e dobët. Vite lagështie dhe ajri kripur kishin gërryer forcën e saj, dhe me mjetet e duhura, një vrimë mund të zgjerohej. Ajo që të tjerëve dukej si asgjë më shumë se një ventilator i vjetër, u bë, në mendjet e këtyre burrave, një derë drejt lirisë. Mjetet ishin domosdoshmëria e tyre e parë, por ku mund të gjenin të burgosur, në një ishull të kontrolluar fort,
ndonjë gjë të aftë për të prerë në përgur dhe qelik. Përgjigja erdhi nga punëtorit dhe rutina e tyre e përditshme. Frank dhe vëllezrit England filluan të mblidhnin lugë, çopa metali dhe çdo gjë mjaft të mprehtë për të grisur betonin. Edhe më genialshëm, ata modifikuan objekte të vjedhura në tura të improvizuara, duke bashkëshuar një pajisje primitive duke përdorur një motor të marrë nga një fshes me korrent të burgut. Me dorë dhe me makinë, ata ngëndhnin ngadalë muret, çdo natë duke hequr vetëm mjaftueshëm për të bërë progres pa tërhequr vëmendjen. Akti i gërmimit ishte i mundimshëm. Pluhuri i betonit duhej fshehur, muret e gërvishtura duheshin maskuar dhe zhurma duhej buluar nga zilja e muzikës dhe bisedave që mbushte burgun gjatë orëve të caktuara. Kur rojet i afroheshin, burrat punuan me qetësi, sikur asgjë nuk ishte e zakonshme. Për të mbuluar vrimat në zgjerim, ata ndërtuan mure false të bëra nga kartoni dhe boja që shkrinten pa ndërprershëm me brendësinë e burgut. Një vështrim i shpejt nga një roj, kur nuk do ta zbulonte mashtrimin. Ishte një truk magjistari i kryer në dritën e plot, me jetën e tyre të varur në ekuilibër. Por gërmimi ishte vetëm fillimi. Edhe nëse do arrinin korridorin, kishin një mënyrë të zhdukeshin nga vetishulli. Ujrat rreth Alcatrazit kishin marrë shumë ata që guxuan të notonin. Trio studiuan gjirin, rrymat e tij, baticën dhe erët e tij. Ata kuptuan se do të kishin nevojë për diçka që noj të lundroj, por të mbijetoj valët e ashpra. Lindi ideja e një Plori. Por si mund të ndërtonin burrat pas hekurave njërin? Përgjigja ishte poaqe papritshme sa edhe gjeniale. Palltoshiu. Mbi 50 palltoshiu të lëshuara nga burgu, të vjedhura cop-cop, u qepën dhe u mbyllën bashk duke përdorur nxehtësinë nga tubat dhe ngjitsin nga materialet e vjedhura. Rezultati ishte një plori improvizuar dhe i lek shpëtimi i projektuar me vendosmërinë e burrave që nuk kishin zgjidhje tjetër veç se suksesin. Mashtrimi shkoi edhe më tej. Për të siguruar që mungesa e tyre të mos vijej re gjatë numërimeve të natës, burrat ndërtuan damit për të zënë vendin e tyre në shtrat. Duke përdorur allçi, sapun dhe madje edhe flokë të vërtet njerëzore të mbledhura nga berbertaria e burgut, ata formuan koka të ngjashme me njerëz me frikë. Kur vendoseshin nën batanie, këto kamuflazhe krijonin iluzionin e të purgosurve që flinin, fytyrat e tyre të heshtura mjaft bindse për të mashtruar rojet që shikonin gjatë natës. Çdo detaj ishte projektuar të blinte orë të çmuara, mjaftueshëm për të rrëshqitur dhe u zhdukur në errësirë para se të ngrihet alarmi. Ky plan nuk u ekzekutua brenda natës. Shtrihej nëpër muaj, një dëshmi e durimit të tyre dhe angazhimit absolut. Natë pas nate, ndërkohë që burgu tjetër flinte, ata gërvishnin, fshihnin progresin e tyre dhe provonin hapat që një ditë do t'i çonin nga kufiri i qelizave të tyre drejt çatisë Alcatrazit dhe në ujërat e pamëshirshëm përtej. Çdo lëvizje që bënin duhej të ishte e padukshme, çdo bisedë duhej maskuar si muhabet i rastit, çdo cop materiali vjedhur duhej të shkrihej në kaos të jetës së burgut. Ajo që e bën historinë e tyre edhe më mahnitse, është niveli i koordinimit që kërkoi. Në një vend ku rojet vëzhgonin çdo lëvizje, ku informatorët përshpëritnin sekretet në këmbim të nderimeve, fakti se Frank Morris dhe vëllezrit Angland arritën ta mbanin operacionin e tyre të fshehur është i jashtëzakonshëm. Ata nuk i besonin askujt jashtë rrethit të tyre, nuk ndanin asgjë që mund t'i ekspozonte dhe mbështeteshin vetëm tek besnikëria dhe heshtja e njëri tjetrit. Plani nuk kishte të bënte vetëm me thyerjen e gurit dhe përkuljen e rregullave, kishte të bënte me ndërtimin e besimit mjaft të fortë për t'i kaluar në përbastën më të rrezikshme të jetës së tyre. Për shumicën e të purgosurve, ëndra e arratisjes mbeti pikërisht kjo, një fantazi e përshpëritur në obor, një mendim kalimtar gjatë netëve të gjata. Por për këta tre burra, ajo u bë një realitet i ndërtuar cop-cop, lug-lug, palto-palto. Kishin krijuar jo vetëm një plan arratisje, por një vepër gjenialiteti që tallte vetë idenë se Alcatrazi ishte i pamundur për arratisje. Çdo vrim e gërmuar, çdo kamuflazh i ndërtuar, çdo qepje e mbyllur në një plor i palltoshiu, i afroi ata drejt natës kur do të testonin në fund reputacionin e burgut kundër vendosmërisë së tyre për të qenë të lirë. Frikës dhe përpjekjeve të palodhura do t'i çonin drejt lirisë, ose do t'i dënonin me vdekje në ujërat e errta të gjirit. Kur dritat u errësuan dhe burgu u vendos në gjumin e tij të shqetësuar, trio bëri lëvizjen. Me kujdes, çdo burr arriti nën bataninë e tij, vendosur kokën e allçit
dhe shkrepce letre që kishin gdhendur me kujdes metikull. Me flok të vërteta të ngjitura nga prerjet e vjedhura në berbertari, kamuflazhet dukeshin bindshëm njerëzore, fytyrat e tyre gjysmë të fshehura në hije. Nga pamja e ngushtë një roje që bënte raundin, ato do të dukeshin si asgjë tjetër veç se të burgosur të raskapitur, duke lundruar në gjumë të shqetësuar. Me shtretrit e tyre të maskuar, burrat rrëshqitën në heshtje drejt qosheve të pasme të qelizave të tyre. Ata shtyn mënjan copzat e mureve false që kishin ndërtuar për të mbuluar vrimat e hapura pas ngjarjeve të ajrit. Për muaj, i kishin zgjeruar ato vrima me lugë të vjedhura dhe turra të improvizuara, duke gërvishtur betonin në vdekje të natës, duke shpërndar me kujdes pluhurin në xhepa ose duke e zbrazur poshtë drenazhit. Sonte, vrimat ishin mjaft të mëdha për të kaluar nëpër to, duke detyruar me zor çdo burr të shtynte trupin e tij në hapjen e ngushtë, gjoksi i tij duke shtypur kundër gurit të ashpër, mushkëritë e tij duke u shtrënguar me çdo inç. Nga ana tjetër, korridori i shërbimit i priste, i errët dhe lagësht, i mbushur me zhurmën e tubave dhe erën metalike të ndryshkut. Duke u zvaritur nëpër këtë arterje të fshehur të burgut, lëvizën si hije, me kujdes për të bërë sa më pak zhurmë të jetë e mundur. Një kumbim i vetëm, ose hap i keq vendosur, mund ta rrëzonte të gjithë planin. Për Frankun, liderin e arratisjes, çdo moment ishte i matur, çdo frymëmarrje e llogaritur. Për vëllezrit England, besnikëria që i kishte quar në përjetën e tyre, tani testohej në heshtje. Kishin premtuar të mos e linin kur njëri tjetrin mbrapa, dhe sonte ai premtim udhëzonte çdo lëvizje të tyre. Duke u ngjitur lart në përbrendësinë e burgut, arritën një tub shërbimi që shtrihej drejt qatisë. Ngjitja ishte e rrezikshme, duart e tyre të rrëshqitshme nga djersa, muskujt e tyre duke u sforcuar ndërkohë që tërhiqeshin lart. Një rrëshqitje nënkuptonte kapjen e sigurt, ose më keq, një rënje që do t'i shkatronte gjithçka. Por adrenalina i mbajti të qëndrueshëm, dhe bashk u ngjitën në hijen mbi bllokun e qelizave. Duke dalë në qatinë e burgut, burrat u përballën me ajrin e ftohtë të natës dhe hapësirën e gjerë të ishullit. Shkëlqimi i dritave të qytetit të San Franciscos dridhej dobët në përgjirë, kaq afër sa dukej se mund ta preknin pothuajse. Liria shtrihej pikërisht matan ujit, por pjesa më e vështirë ishte akoma përpara. Rojet patrullonin kullat, dritat e kërkimit prisnin në përmjegull, dhe çdo sekondë kaluar e ekspozuar ishte rrezik. Lëvizur ul dhe shpejt, mbartnin ngarkesën më të çmueshme, plori improvizuar dhe jelek shpëtimi. Qepur me mund nga mbi 50 palltot e shiut të vjedhura, plori ishte hopsa e tyre e vetme për të kapërcyer rrymat vdekje prurse që kishin ngëlltitur kaq shumë para tyre, zbritën anën e burgut, duke u manovruar me kujdes nëpër tuba dhe qati, derisa arritën tokën. Heshtja e ishullit ndahej vetëm nga rrokullimi i largët i valve kundër shkëmbinjve dhe thirrja e mërzitshme e pulbardhave që rrethonin në errësirë. Në atë moment, treta arratisurit ishin fantazma, duke rrëshqitur pranë syve vigjilent të rojve, lën pas burgun që kishte marrë jetët dhe shpirtrat e burrave përpara tyre. Në breg, filloi detyra e fryrjes së plorit. Duke përdorur një harmonik të vjedhur si pomp, punuan shpejt, qepjet gome të materialit të palltove të shiut duke marrë formë në duart e tyre. Batica ishte kundër tyre, uji ftohtë dhe koha po mbaronte. Nëse ndodhi që një roj të hidhte një vështrim drejt tyre, nëse një dritë kërkimi fshihte shumë larg, nëse edhe tingëllima më e largët kalonte nëpër natën e qetë, plani i tyre do të shpërbëhej, por fati dukej se i favorizonte. Ishulli mbeti i qetë, rojet të pavetdijshëm dhe plori ngadalë mori formën e tij. Tashmë, burgu ishte një botë larg prapa tyre. Në qelitë e tyre, kokat e allçit pushonin me qetësi mbi jastëk, duke mashtruar çdo vëzhgues kazual që kalonte. Do të kalonin orë para se mashtrimi të zbulohej. Për Frank Morris dhe vëllezrit England, momenti i së vërtetës kishte mbërritur. Me plori të fryrë dhe lopatat e improvizuara gati, tërhoqen anijet drejt buzës së ujit, sytë e tyre të fiksuar mbi shkëlqimin e largët të tokës. Valet godisnin shkëmbinjt me ritëm të pamëshirshëm. Rrymat tërhiqnin dhe rrotullonin me duar të padukshme, dhe vet uji ishte një varrez ëndrave të dështuara.
Megjithatë ata u shtyn përpara, duke ulur plori në ujërat e errta të gjirit. Duke hyrë brenda, zemrat e tyre riheshin si me frikë, ashtu edhe me shpresë. Burgu dukej mbrapa tyre, si një kafshë e heshtur, duke vëzhguar, duke pritur. Para tyre, shtriu i panjohur i vdekja, në thellësitë e ftohta të gjirit, ose shija e ëmbël e lirisë që kishte shpëtuar çdo burr para tyre deri në kohën kur agimi preu mbi gjirin e San Franciscos. Në 12 qershor 1962, Alcatraz ishte në kaos. Rojet që bënin raundin e mëngjesit zbuluan mashtrimin. Kokat e allçit shikonin bosh nga krevati, fytyrat e pikturuara ngrira në qetësi të frikshme. Vrymat në mure, burrat e zhdukur, materialet e plorit të ndërtuar me kujdes, gjithçka tregonte një histori të frikshme. Frank Morris dhe vëllezrit England ishin zhdukur në natë, por a kishin arritur lirin, apo kapja e akullt e gjirit i kishte marrë përgjithmonë? Ajo pyetje u bë një nga misteret më të qëndrueshme në historinë amerikane. Versioni zyrtar, i shpallur shpejt nga FBI-a dhe autoritetet e burgut, ishte i thjeshtë. Burrat ishin mbytur. Gjiri, në fund të fundit, ishte famkeq për natyrën e tij të pamëshirshme. Ujërat mesatarshin një të ftohtë gjelatuese prej 50 deri në 54 gradë Celsius, temperatura që mund të shterte forcën edhe të notuesit më të fortë në më pak se një orë. Baticat ishin të fuqishme, duke fshirë jashtë drejt oqeanit paqësor, me një forcë që e bënte edhe detarët me përvojë të kujdesshëm. Shumë të burgosur kishin tentuar të notonin distancën gjatë viteve, dhe rekordi zyrtar ishte i qartë, asnjëri nuk kishte mbijetuar. Për qeverinë, kjo nuk ishte arratisje, kjo ishte një tentativë dështuar që përfundoi me vdekje. Megjithatë, prova nuk ishte kurrë aq e qartë. Brenda ditëve pas arratisjes, ekipet kërkimit shoshitën gjirin, helikopterët buzëricin sipër sipërfaqes, varkat patrulli duke krehur valët. Ajo që gjetën thelloi vetëm misterin. Një rem i improvisuar i gëndendur nga drasa u zbulua duke lutruar në ujë. Fragmentet e plorit të palltove të shiut u lanë në breg në ishullin e Angelit, pikërisht në veri të Alcatrazit. Për disa kjo ishte provë se burrat kishin arritur të paktën gjysmë e rrugës. Për të tjerë ishte dëshmi katastrofe, shenjë se plori ishte coptuar dhe kishte hedhur pasagjerët e tij në rrymat e ngrira të gjirit. Pyetja e mbijetesës ka mundisur hetuesit që atëherë. Oqeanografët studiuan më vonë baticat e asaj nate dhe zbuluan diçka të jashtëzakonshme. Pikërisht në kohën kur besohet se burrat hynë në ujë, rrymat do t'i kishin çuar jo drejt detit të hapur, por direkt drejt ishullit të Angelit. Nëse ata rremin me edhe përpjekje minimale, mund të kishin arritur tokën, por nëse koha e tyre ishte vonë vetëm 30 minuta, rrymat do t'i kishin fshirë në paqësorin e gjerë, trupat e tyre të humbur përgjithmonë nën val. Vetë gjiri dukej të luante rolin e ekzekutorit ose shpëtimtarit, varësisht nga cila teori dikush zgjidhte të besonte. FBI-a u kap pas besimit e vdekja, por thashethemet filluan të rrotulloheshin pothuajse menjëherë. Familjet e vëllezërve England pretenduan se morën kartolina të misterioze dhe karta pushimi gjatë viteve, gjithmonë të shkruara në një dorëshkrim të njohur, gjithmonë pa adresë kthimi. Disa pretendonin se vëllezërit kishin rrëshqitur në Amerikën e Jugut, jetuar me qetësi në identitete të reja, larg arrijes së ligjit amerikan. Dekada më vonë, fotografi u shfaqen që pretendoi të tregonin John dhe Clarence England të gjallë në Brazil gjatë viteve 1970, duke qëndruar para një shtëpie fshatare, fytyrat e tyre të plakura nga koha, por të njohshme. Ekspert gjyqësor që ekzaminuan fotografit nuk mund ta hidhnin poshtë mundësinë se ato ishin autentike. Në vitin 2013, misteri u thellua edhe më tej kur u shfaq një letër e dërguar autoriteteve dhe pretendoi të ishte shkruar nga vetë John England. Në të, shkruesi pretendonte se të 3 burrat kishin mbijetuar atë natë, megjithse koha kishte marrë haraqin e saj. Frank Morris, mendja gjeniale pas planit, kishte vdekur në 2008. Clarence England kishte ndruar jetë 3 vjet më vonë. John pretendonte se ishte i sëmur dhe kishte nevojë për trajtim mjekësor, duke ofruar të zbulonte identitetin e tij në këmbim të ndihmës. FBI-a kur nuk mund ta konfirmonte autenticitetin e letrës, por analiza e dorëshkrimit dhe rishikimet gjyqësore e lënë derën të hapur. Nuk mund të hidhej plotësisht poshtë. Nëse e vërtet, nënkuptonte se e pamundura kishte ndodhur, se arratisja më e famshme e Alcatrazit nuk kishte përfunduar në tragjedi, por në dekada jetese të fshehura në hije.
Autoritetet, megjithatë, mbetën skeptik. FBI-ja zyrtarisht mbylli hetimin e saj në vitin 1979, duke mbajtur qëndrimin se burrat u mbytën natën e arratisjes së tyre. Megjithatë, shërbimi i marshallit të SBA-ve e mbajti rastin të hapur, cituar mundësinë, sado të vogël, se të arratisurit ishin ende gjallë. Deri më sot, dosjet e tyre mbeten aktive, emrat e tyre të listuar si burra të kërkuar, një njohje e qetë se historia mund të mos ketë përfunduar atë natë të ftohtë të qershorit. Përtej rekordit zyrtar, legjenda e arratisjes ka marrë një jetë të vetën. Filma, libra dhe dokumentar e kanë mbajtur historinë gjallë, secili duke eksploruar kënde të reja, secili duke ushqyer fascinimin e audiencave që pyesin se çfarë ndodhi vërtet. Misteri është bërë më shumë se thjesht një tregim i tre burgosurve, është bërë një simbol sfide i gjenialitetit njerëzor kundër shanseve të pamundura. Alcatrazi u ndërtua për të thyer burrat, por arratisja provoi se vendosmëria mund të çajë edhe gurin më të fortë. Edhe sot, teknologjia moderne ka tentuar të zgjidhë enigmën. Simulime kompjuterike të batikave janë kryer, analizuar rrymat nga ajo natë fatale. Rezultatet tregojnë se mbijetesa ishte e mundshme, por vetëm nëse burrat lëshuan plori pikërisht në kohën që bën. Ndonjëherë më herët dhe batika do t'i kishin fshirë drejt detit të hapur. Ndonjëherë më vonë dhe rrymat do t'i çonin në Golden Gate, një dënim me vdekje në paqësorin e hapur. Dukej aposisht sikur vetë fati kishte konspiruar t'u jepte atyre një dritare të ngushtë mundësie, të cilën mund ta kishin kapur plotësisht. Trashëgimia e arratisjes është shkruar jo vetëm në raportet zyrtare, por në përshpirtit që vazhdojnë deri më sot. Guidat turistike në Alcatraz ende e tregojnë historinë miliona vizitorëve çdo vit, duke treguar vetë qelit ku filloi arratisja, duke treguar vrimat e gdhendura në beton, duke ekspozuar kokat e frikshme kallçit që mashtruan rojet. Vizitorët shikojnë ujin që rrethon ishullin, duke pyetur veten e njëjtën pyetje që ka mundosur hetuesit për mbi 60 vjet. A e arritën? Familja England ende mban besimin e tyre se Jon dhe Clarence jetuan ndoshta për shumë vite, ndoshta edhe ende gjallë sot. Të tjerët këmbgulin se burrat vdiqën, historia e tyre duke përfunduar në momentin kur shkelën në ujë. Qëndrimi i FBI-s dhe pretendimet e familjes qëndrojnë në kundërvendje të drejtë për drejtë, një përplasje midis narrativës zyrtare dhe bindjes personale, dhe mes tyre shtrihet një mister që refuzon të vdes, një histori që ka mbijetuar vetë burgun, i cili u mbyll në vitin 1963, pikërisht një vit pas arratisjes. Ajo që mbetet është një enigmë e qëndrueshme, një histori e tre burrave që guxuan të sfidojnë burgun më të frikshëm në botë, dhe pyetja që asnjë hetim, asnjë studim shkencor dhe asnjë thashëthem nuk ka kurrë plotësisht përgjigjen. Nëse gjetën liri apo përballen me fatin e tyre në ujërat e errta të gjirit të San Franciscos për mbi 6 dekada, arratisja nga Alcatraz ka mbetur një nga misteret më mbreslënëse në historinë amerikane. Tre burra të mbyllur në burgun më të sigurt të kombit, përdorën asgjë veç se vendosmëri, gjenialitet dhe dëshpërim për të tentuar të pamundurën. Nga gërmimi nëpër beton me mjete të improvizuara, deri tek ndërtimi një plutri nga palltot e shiut, deri tek rrëshqitja pranë rojeve që besonin se ishin në gjumë në krevat, arratisja ishte një histori guximi, durimi dhe vullnetit të papërkulur njerëzor. Megjithatë, përtej planit guximtar, shtrihet pyetja e shqetësuese që nuk është kurrë përgjigjet. A e kërkuan Frank Morris dhe vëllezërit England lirinë e tyre atë natë të ftohtë të qershorit, duke u zhdukur në botë për të jetuar në sekret, apo ujërat e pamëshirshëm të gjirit të San Franciscos morën jetët e tyre, duke kthyer tentativën e tyre të guximshme në një akt përfundimtar sfide kundër shkëmbit? Prova është shfajtur gjatë viteve, secila copë duke tërhequr misterin në drejtime të ndryshme. Një portofoli gjetur në breg, një fragment plutri i lar, fotografi nga Brazili, një letër e pretenduar dekada më vonë. Disa tregojnë mbijetesë, të tjerët tragjedi. Autoritetet mbajnë fort besimin se arratisja ishte e pamundur, por familjet, dëshmitarët okular dhe hetuesit e panumërt refuzojnë ta pranojnë atë përgjigje. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kjo histori zgjat, sepse arratisja nga Alcatraz është më shumë se thjesht thyerje burgu, është një enigmë ke përjetshme rreth shpirtit njerëzor. Na detyron të pyesim,
sa larg do të shkoje për liri, a do të rrezikoje gjithçka, duke ditur se suksesi nënkuptonte një jetë të re, por dështimi nënkuptonte vdekje të sigurt? Për sa kohë ujërat e gjirit mbeten të heshtura, e vërteta do të qëndrojë pikërisht jashtë mundjes. Ndoshta burrat gjetën rrugën e tyre drejt sigurisë, emrat e tyre të fshira, por historia e tyre e gjallë në përshpëritje, apo ujërat e pamëshirshëm të gjirit të San Franciscos morën jetët e tyre, duke kthyer tentativën e tyre të guximshme në një akt përfundimtar sfide kundër shkëmbit? Arratisja nga Alcatraz nuk ishte thjesht një plan guximtar, ishte një sfidë ndaj autoritetit, një betejë e vullnetit njerëzor kundër një forterese ndërtuar për ta thyer. Dhe sot, pyetja ende këmban, duke jehuar në përto. A gjetën liri apo u takuan me vdekje?